Me notë shqipin. Me zotërin, zotin Pal, që në zoti Pal, a bo qa niveli, po del kjo më, prit. Ta shikej në me sistemi pak kujdes. Super nivel. Bo, është tjetër nivel. Po bën një pjekë të njëjtë deri nga Oxhaku. Ja ky është i pjekur herë. Nuk e kam menu kur që do gjejmë një moment që të bëjmë këtë që po bëjmë tash. Unë e kam menu që do ta gjej diku kur të jem moshën 60 vjeç, 65 vjeç, po jo kaq herë. Pra në Gjakut. Është ajo që don çdo njeri shqiptar që jashtë rrit në fshat. Një Oxhak, pak mish, shoqëri të mirë. Shoqëri të mirë, raki të mirë, edhe unë të plaka, vash i qetë. Ja, këtu kemi raki kungull. Raki po ta mbulojmë këtë reklamën se kjo reklamë Është për kanalin e YouTube-it të këtyre. Dhe ky na ka sjell një bumburum. Çfarë është kjo? Bumburum. Sjell për familjen. Faleminderit shumë. Ne pimi gotë, kështu që kjo është edhe për gra dhe për burra, kështu që pa frikë. Kushdo thotë që Mirdita nuk ka kulinari, Ja fut kot. është tërësisht i pa informuar. E janë të provojnë. Ne mas pak do të provojmë dhe karnikun. Është një nga ushqimet e cilet nuk kanë shumë njohuri të tjerët, por gjyshrit dhe nanat tona kanë bërë kaq të sigurt, ai piqet shumë dhe në një farë mënyre ata që kishin probleme me stomakun, ju bote mirë vetëm karaniku, sepse oksidohet drejt në gratë që sa ai merr dioksid karboni dhe kjo është e domosdoshme për stomakun. Dhe mishi ndërkohë po vazhdon të piqet për mrekulli, pa krijuar asnjë shqetësim për ndosën dhe për ne që do të halim. Tani do ta kthej. E kundërta, jo shqetësim, po kënaqësi. Ultra fort. Ar 18 karaç. Ja, dhe këta qunë e pojnezën dhe këta komunat e tyre, dhe këtu sipër kemi dokëratat, po më rëndësishme është kjo, që është e guidësit turistik, nga UNOPS, nga EU, Kultur 4, UK. Mirë, atëherë faleminderit. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta.